Realisht kjo bëhet me pasol. Shpjegona pak procedurën e shikus tonë. Pasuli përvlohet disa herë për me largu ato elemente që shkaktojnë fryrje. Mundet mu bua edhe me drithra tjerë, si pas dëshires, po kryesisht bëhet me pasol, më mishtu elb, më mishtu grur, e rrisim sa ma shumë vlera. Po nëse shtojmë elbin, edhe grujnë kemi sasimat madhe të glutenin. Shtu që në këtë rast, unë sot që e du shumë glutenin, edhe e kom eliminu. Nuk e kom la nana me qitë këto. E mbulojmë, masi që e kemi përvlu mirë pasulin edhe e kemi zi, e mbulojmë to për 24 orë. Edhe fitohet kjo mos. Në këtë rast, me ujë të vakt, jo shumë të nxehtë, ujë temperaturë dhome, e shpërlajmë këtë pjesën e mbetjes që është kriju mosës, që në këtë rast vrejet që është bu fermentimi i fasulës me millin e misret, mu i mishtu edhe misër, çfarë do lloj drithi, vetëm i rrisim vlerat ma shumë, edhe fitohet kjo mos, që nuk duhet me qenë shumë e trash, që shkoshit edhe mosa mbeta. që s'ndohet me gjithkana? Që kjo fara? Që kjo është fara që nuk e ka ndorë, realisht procedura, se normal që kjo dënë. Tash është procedura e bukës. Tash e qesim a një sasit millit, si pas dëshirës, po du të mu bu në qëtë forme treti mirë, që mu bu masa të manë homogene ashtu. Edhe kjo mas, më thonë kjo formë që është buhet lehet, mu bu edhe një fermentim tjetër, që njejt edhe kjo zgjatë derin prej 4 ndodhë derin 12 orë, nëse veç na duhet pak ma shpejt me bu, dhe sa të buhet kjo forma e shkumës. Nëse na duhet ma shpejt, që në këtë rast na kena bu pak ma shpejt, krejt kohën duhet me shtu një lloj tenxhere ose diçka me ujë të valë për fundi kësaj enës, në mënyrë që me shpejtu procedurën. Realisht donë temperaturë, po jo temperaturë për me prish fermentimin. Më thonë, ujë, avull, dënë, kryesisht kështu. Tash, veç që kemi vrejt që u bu fermentimi, tash i shtojmë sasit millit e përgaditim ta më mbrumin për me bo bukën. Kështu si formë, duket si një bukë shpije që përgaditim që? Normale. Në fillim i kemi shtu krip edhe sheqer për fermentim. Që kanë duhet me sheqerin, në të në lymë këto pepsin, ose unë për shama këmë bu me letër. Edhe prap e lim me qëndru basi që kemi ly, e lim me vezë edhe me sheqer, me të kuq të vezë preferohet, edhe me sheqer. Kitë pjesën që pja bën këtë mes, është që kur ta vrejmë që ngrit lartë edhe buhet njejt, edhe mesi me komplet bukën, e dim që veç o arrit o arë, në farformë është fermentu edhe tepsin ku ka mu pi. E lim me vezë edhe me sheqer, për arsye që mu bu kjo ngjyra e karamelizume, e që ka ndodhë me sheqerin këtë rast, të mundet me thonë dikush pëse sheqer edhe pëse mill të bardh. Dhe pëse lena sheqer. E pëse lena sheqer edhe mill të bardh. Bëjmë përjashtime për ditë të tradit. Jo, është përjashtim. Asë është përjashtim? Jo, kjo është ideale. Sheqeri, më thonë bakterjet, për mu fermentu, e hajnë sheqerin, e shfrytëzojnë sheqerin, për me prodhu energjia është e shkuma që bëhet, që fermentohet. Do më thonë nuk mbetet sheqer. Që është të rëndësishme që këto, edhe pse milli është i bardh, sasia e glutenit është mos tepër të vogël, që ata që kanë intolerancë gluten mujnë me përdor bukën, simite, po ata që kanë celiaki, më thonë probleme pak ma të mëdha saj përket glutenit, nuk preferohet sepse ka mbetje të glutenit, për arsye se në këtë rast gluteni shpërbëhet. Më thonë për shkak fermentimit shumë të madh që bëhet, këtë rast shpërbëhet gluteni. Më thonë është një bukë ideale që kishte qenë normal kur e mendon tradita tona për Bajram, është përdor me tom lorez. Me tom lorez. Po. Edhe tom lorizi jo me sheqer, që është e përdorin zona krep, po zona duka gjinit me krep. Më thonë që... Po të bjena marë. Pefësia, Një bukë me zemër, me të vërtet i ka dalë një zemër Lenës në buka. Nuk e dia po dalohet, se për zedhon bukën si Lena Tepsin. Për e bre.